Ndetje nxënës, sot në lëndën e edukatës do të marrim mësimin mallat dhe shërbimet, të cilat objektivat e këtij mësimi janë: nxënësi do të jetë i aftë të përkufizojë temat prodhoj, produkt, prodhim, mallra dhe shërbim. Të shpjegojë që njerëzit në një komunitet fitojnë para duke kryer punë dhe të zbatojnë një uri të fituar në procesin e prodhimit. Në çdo komunitet kryhet një punë e caktuar, si për shembull, mund të ketë pasticëri, byrektore, dyqane që shitet ushqime, supermarkete e të tjerë. Dhe secila prej bizneseve kryen një funksion të caktuar, për shembull. Byrektoria shërben për të shitur byrek për njerëzit, pra zakonisht shitet në mëngjes. Supermarketet shërbejnë për të siguruar njerëzit me ushqim dhe nevojat e tyre. Dhe një diçka tjetër doja të thosha se jo të gjitha bizneset e kanë fitimin të lartë. Pasi ka dhe disa nga ata të cilët nuk u blejnë njerëzit produktet të tyre ose nuk u blejnë shumë e të tjerë. Prandaj, ato njerëz të cilët nuk u blihet shumë malli, atëherë ato marrin një ndihmë ekonomike nga bashkia e komunitetit të caktuar. Nëse bashku do të fillojmë të lexojmë mësimin e sotëm, pra që ishte mallrat e shërbimet. Andit i pëlqejnë shumë byrekët, por në lagjin e tij nuk prodhohen byrek dhe ai mendon që familja e tij mund të fillojë një biznes për prodhimin e tyre. Në këtë mënyrë, edhe anëtarët e familjes do të fitojnë para për të plotësuar nevojat dhe dëshirat e tyre. Por Andi ka shumë pikë pyetje. Dhe cilat mund të jenë ato? Këtu është një situatë ku Andi dëshiron të hapi një dyqan byrektore dhe dëshiron të shesi për byreqet që bën ai në mënyrë që të sigurojë nevojat dhe dëshirat e tij, bashkë me familjen. Por ai ka disa pikë pyetje të cilat nuk kanë ndonjë përgjigje për të, por ai ka nevojë për ndihmën e të tjerëve që t'u përgjigjen pyetjeve. Sipas jush, cilat mund të jenë ato? Ne pasi të lexojmë mësimin, ne do të shkruajmë disa pyetje në fletorin e shënimeve, për të cilave Andi i ka këto pyetje. Le të fillojmë. Të dashur nxënës, sot do të shohim së bashku si kryhet biznesi në komunitetin tonë. Ju e dini tashmë se bizneset janë vende që shesin mallra dhe shërbime. Një mall është një lloj produkti që një biznes prodhon ose shet. Prodhoj është një fjalë sinonim me fjalën bëj, kurse prodhim quajmë të bërit të mallit. Një shërbim është puna e një biznesi që bën për të tjerë, siç është shprehja e flokëve ose riparimi i makinave. Biznesi në komunitete punoson njerëz për të prodhuar dhe për të shitur mallra ose shërbime për klientët. Punonjësit paguhen për punët e tyre dhe në këtë mënyrë ata mund të plotësojnë nevojat dhe dëshirat e tyre. Mallrat dhe shërbimet e tyre janë për të shitur. Nëse ato nuk shiten, biznesi nuk mund të paguajë punonjësit. Prandaj punonjësit duhet të bëjnë më të mirën që mallrat dhe shërbimet të jenë më të mira dhe të kënaqin ata që i blejnë. Biznesi nuk duhet të prodhojë mallra me defekt. Defekti është një emet ose një gabim që vjet rreth e malli prodhuar. Mallrat duhet të kontrollohen përpara se të dalin për të shitur. Malli me defekt duhet të lihet në njan. Ai nuk duhet përdorur për të shitur. Ndodh që njerëzit nuk i pëlqejnë më mallrat të prodhuara nga një biznes. Për këtë arsye, bizneset duhet të përmirësojnë produktin ose të krijojnë një produkt të ri. Në këtë rast, themi se biznesi ka nevojë për risi. Risi do të thotë të gjesh një mënyrë të re për të bërë ose për të përmirësuar një produkt. Risia kërkon që punonjësit të jenë krijues dhe të përdorin krijimtaritë e tyre për të bërë ose për të sjellë gjëra të reja. Në këtë mënyrë, bizneset mund të prodhojnë mallra që shiten, kurse punonjësit do të paguhen për punën e bërë. Kështu që ata do të kenë mundësi të plotësojnë nevojat dhe dëshirat e tyre. Shumë kohë më parë, një produkt bëhej nga një njeri i vetëm, i cili duhet të ishte aftë të bënte të gjitha vetë. Sot njerëz të ndryshëm bëjnë vetëm një pjesë të produktit. Për të bërë të gjithë produktin janë të nevojshme aftësitë e veçanta të secilit punonjës. Pra besoj se kuptuat mësimin. Tani ne do të kalojmë tek studimi i tekstit, ku do të fillojmë me rubrikën të kuptojmë idetë dhe konceptet kryesore të mësimit. Në ushtrimin numër 1, kërkojnë që ne të plotësojmë fjalët tuaja. Pra, janë për kufizime. Ç'është malli? Mallrat janë, shërbimet janë, produkt quhet, risi do të thotë që biznesi të paguajë punonjësit, duhet që biznesi që punson njerëz me aftësi të, sepse ne do të plotësojmë së bashku tani. Mallra janë
Pra ne pak më parë thamë se mallra janë produkte të cilat shërbim për të shitur dhe për të blerë nga njerëzit. Shërbimet janë në disa pra shërbim është puna që një biznes bën për të tjerë siç është blerja e flokëve ose riparimi i makinave. Produkt quhet sinonim i fjalës objekt i cili shërben për të shitur dhe për të plotësuar nevojat dhe dëshirat e njerëzve të cilët i shisin ato produkte. Pra dhe njerë, produkt quhet një mall i cili shërben për një biznes që ta prodhojë ose ta shisi atë. Risi do të thotë që të ndryshosh një produkt të caktuar që njerëzit të tërhiqin nga ajo ose ta pëlqejnë më shumë. Pra, risi do të thotë që ti të bësh një ndryshim në jetën tuaj ose në biznes. Pra për mirë kuptohet që biznesi të paguaj punonjësit, duhet që si mendoni ju. Pra që biznesi të paguaj punonjësit, duhet që të shisin produktet e tij që kanë në dyqan në mënyrë që edhe ai të paguaj rrogat e punonjësve të tjerë. Bizneset punësojnë njerëz me aftësi të veçanta, për me aftësi të mira, sepse ata duhet të jenë profesionistë në prodhimin e produkteve. Pyetja tjetër është, më poshtë janë dhënë disa nga pyetjet që Andi mund t'i ketë bërë vetes. Lexoni pyetjet e mëposhtme dhe duke u mbështetur te mësimi tregoni pse Andi ka bërë ato. Ju do të shkruani pyetje që mendoni se ai i ka bërë vetes së tij. Pyetja e parë është, a do të shiten byrekut e tij? Kjo nuk është, ose pothuajse të gjitha janë. Pra ju do të tregoni se përse Andi ka bërë këto pyetje. Pra duke mbështetur tek mësimi, pra mund më saktë ishte të përgjigjeni pyetjeve. Një produkt, një problem që dëshiroj ta zgjidh, një profesion që më nevojitet, një aftësi që duhet ta kem. Njerëzit zgjedhin profesionin për shumë arsye. Dikush mund të zgjedhë të bëhet veteriner, sepse i pëlqen të kujdeset për kafshët. Dikush tjetër mund të zgjedhë të bëhet mësues. Një tjetër mund zgjedhë të ndihmojë fëmijën që të mësojnë. Mendoni për një problem që do të dëshironi të zgjidhni, duke plotësuar tabelën e mëposhtme. Një problem që do të dëshiroj të zgjidhja, një punë ose një profesion për të zgjidhur problemin dhe aftësi që duhet t'i zotëroj. Pra nxënës, ky ishte mësimi në lëndën e edukatës që quhet Mallar dhe shërbimet. Besoj se nëse kuptohet mësimin, ju do t'i përgjigjeni pyetjeve që ndodhen në faqen 63. Dhe nëse ju i keni të lehtë për të plotësuar, atëherë ju e keni kuptuar mësimin shumë mirë. Vazhdojmë në videon e radhës ku do të marrim mësimin biznesi dhe punët e qeverisë. Mirupafshim.